që djatha konservatore mos të ekzistojnë në Shqipëri. Kjo është qëllimi i Ramës dhe ai kërkon bëj një parti tashmë, tash ta ndaj partinë, prandaj është ato lëvizje që bëhen brenda Partisë Socialiste për ta ndarë partinë në dy pjesë. Pjesa e Majt Braçë e Erionat dalin si majtistët e thekur të partisë, nësa këta dalin ata pjesa e parilive të themi të partisë, sepse koncepti këtu nëse ke para që është i djathtë, e kupton? Pra, vazhdon e propaganda e të majtës, po në atë formën që din ata ta bëjnë në atë lloj forme. Kështu që Rama nuk e ka problem qëndrimin në postë. Rama nesër mund dalit e balkonit, thotë unë jam dorëheqën, krijon krizë parlamentare, futesh direkt në zgjedhjet të parakoshme, kështu që prandaj thash duhet mekanizma për ta hequr Ramën në mekanizme ekonomike, që kushdo lloj qeverie që të vijë pas Ramës të ketë detyrën për zbatimin e kërkesave ekonomike të vendit. Jo pa qëllim thash, nëse Rama vendos minimumin etik, po letrej aty. Është i Zotit ta bëj, se bën. Se nuk e bën asnjë nga partitë politike nuk e duan. Ju e keni pa, Berisha doli për shembull tha që minimumi etik 200 euro, se si mund të jetojë një njeri me 200 euro, vetëm Berisha e di. Del avokati i popullit thotë me 230 euro. Në të njëjtën kohë që unë e kam deklaruar që 500 euro, se këta e duan me euro, normalisht duhet me lek, po këta e duan me euro, dhe unë po ja u kthej me euro. 500 euro është më minimale që unë kërkoj. Sepse minimumi etik vendoset mbi bazë dhe kritere të veçanta. Jo se dua unë, apo do dikush ta caktoj, dhe nuk e caktoj as unë as dikush. Unë them, nën 500 euro nuk është. Mbi 500 euro është, po nën 500 euro nuk është, sepse llogarismë çmimet, taksat, të gjitha gjërat, shpenzimet që bën një njeri gjatë një muaji. Ashtu siç e kanë gjithë vendet e botës e kanë. Emigrantët tanë që janë atje, kur janë pa punë, shteti ju jep që quhet asistencë. Ata e quajnë asistencë, unë ja u kam quajtur minimum etik. Dakor? Në Shqip quhet minimum etik. Në atje quhet asistencë. Pra gjithë bota ka asistencën. Shiheni sa e ka Italia asistencën, sa e ka Gjermania, sa e ka Franca, sa e kanë gjithë vendet që këta duan të shkojnë në Europë. Pra, Zoti Merkoçi, po. Dhe duke mos pasur anti do të shkosh ke zhëja. Dhe unë këtë po them, dhe këtë protest, nëse do ta kthejnë në protestë ekonomike, t'jeni të bindur që populli do vi, po do të përshkallëzohet me mosbindje civile. Keni parë në një herë që dalin protestë dhe thonë nga ora 11 deri në 12 i kërkojmë gjithë bizneset, mbyllen bizneset. Keni dëgjuar në një? Jo. S'ka asnjë kërkesë. Nuk është thirrje hajdini mlidhuni këtu. E kupton? Tem populizma. Prandaj them, duhet të kesh kërkesa të cilët të prekësh të gjithë stresin e popullsisë. Sepse duhet të kesh kërkesa edhe për inputet bujqësore, s'ka nevojë na. Më thot mua do të jap 200 kg naftë, unë s'kam traktor, ti do më japësh naftë. Çfarë duhet nafta më kur unë s'kam traktor? Kur unë s'kam kombajn me çata kor. E shi gruaj. Për çfarë më duhet nafta? Zoti Merkoçi, të ndalemi te pjesa se po kalojmë në një aspekt teknik që unë e kuptoj, është shumë e drejtë, po ndalemi te pjesa që çfarë e pret Edi Ramën në këtë situatë ku ndodhet, ku ju lat të kuptohet që ka një dorë të fuqishme qoftë nga jashtë që tenton të rrëzojë së bashku me protestën, dhe nga ana tjetër që ky është duke rezistuar, po në rezistencën e tij duket se ka humbur disi toruan apo jo? Unë nuk shoh se ka mund të ruan, unë shoh që ai me këtë lloj kërkese që ta kanë bërë dhe me këtë lloj forme, mënyra që vazhdon protesta, ai është në rregull. Ai bën sikur se skizofren është ai çketi. Ai ka këto filma, diti boj këto filma kështu. Sikur mërzitet, sikur vërtet, sikur kërcen, sikur bën, ha? Pastaj shkon tako Macronin. E kupton? Stili Macronit. Ju e keni pa që fuqi që ka 18 muaj që vazhdo protesta, me 1,5 milion njerëz janë atje në protestë. Vazhdo. Vučić luajti lojën e tha mas 3 muajsh dhe jap dorëheqjen. Këta majtisët e kanë këtë, se kanë programet e tyre. Se mos harronin, nëse këta janë të Sorosit, brenda Sorosit ka rryma të ndryshme që kërkojnë të përfitojnë sa më tepër. Nësa unë jam të pjesa që
Këtë protestin e bëri populli pa flamuj të partive dhe pse partitë janë mërë, si unë e shoh Qorrin, e Shen, aty janë gjithë, po nuk dalin pak në tribunë. Duhet të ishe kthyer në një protestë popullore me kërkesa për popullin. Dhe kërkesat në protesta janë gjithmonë ekonomike, unë ngul këmbë gjithmonë janë ekonomike. Ata kërkesat ekonomike kthehen politike automatikisht. Se çdo protestë është politike. Se unë për sa kohë kërkoj qeverisë 1, 2, 3 gjëra ekonomike, patjetër është politike dhe edhe politike kjo. Dhe unë nuk i tremem kësaj, nuk mund të them që nuk është protestë politike. Se ti vepron politikisht me firmën që ke, unë veproj politikisht me mundësi që kam. Këtë më ka dhënë mundësi zoti mu, që të dalë të protestoj. Por protesta nuk mund të vazhdoj në mënyrë lineare. Duhet të ketë përshkallëzim se s'bën. Në një protestë nuk kthehet në revolta, nuk quhet më, do doshuhet. Dhe më vjen keq për këtë. Sepse po harxhohet energjia e popullit nga një grup njerëzish të caktuar. Ka që thjesht. Zoti Merkoçi, kemi bërë po. Ne kemi thënë ne drejtojmë protestën, ne marrim përgjegjësi për këtë. Dhe do bësh atë që të them unë. Derisa ka ardhur dhe unë kam përfshirë të gjithë, në atë kohë kemi përfshirë të gjithë popullin në kërkesa. Kanë qenë 17 kërkesa, po jo të viu me kërkesë. Rame dhe, ne se kemi pas nano e dorë. Nano e dha vetë, sepse nuk i bloqoj, do të hajtë me rupafshë. Tavolin kam qenë me nano, kur ka hikë. Pa tjetër. Shtetet janë lufte dhe bëjmë bisedime, këta thonë nuk bëjmë bisedime, këta thonë qeverin do e vendosim në shesh, si u vendos ka qeveria në shesh më bu. Që është ka qeverin që u firmos ka në shesh? Partizon që. Pra ne them, kjo protest nëse nuk kthehet me kërkesa ekonomike, nëse nuk kthehet në gjithë përfshirjen e popullit, do të dështoj. Mund vje keq që e the. Mund të zgjasësh protestën pa fundësishme. Problemi është e rezultati. Dhe kam pas njëri që tha do të vazhdoj protesta 3 vjet. Po ç'm duhet mund që vazhdo protesta 3 vjet? Ç'a fitoj unë? Fitoj që dal atje. Që pigjem diellën shi. Tu është gjitha. Dhe Rama të përbon. Rama tu ka protesta, aja fut në Francë, ja fut atje. Presidenti e Republikës nuk njët me asi vend. E keni parë presidentin atje Haxhi Beron Begu, se o po dhe Haxhi të shi. Nuk pyet fare për protestën. Nuk ka asi gjë. Kishte qenë duke luajtur gur me po më lutavë më çke, s'ka problem, luzar. Në Kirgjistan. Tavën me popullin. Pse? Sepse nuk ka kërkesa bazike. Pa i ri për sëris. Një protest nuk bëhet pa kërkesa bazike. Të ndalemi pak të pjesa të ndalemi pak të pjesa e reagimit kryeministit Edi Rama, por edhe elementëve të tjerë të Partisë Socialiste dhe të qeverisë ku kanë denigruar publikisht element të protestës, figurat protestës dhe një ndër ta Dritan Goxhajn duke theksuar një herë që nuk ka qenë pjesë e ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe më pas doli dokument që sipas Ministrisë së Mbrojtjes së Kosovës kishte qenë pjesë e UÇK-s. Në këtë rast, pse qeveria kërkon ta njollosë në mënyrë indirekte UÇK-n? Edhe herë, sepse në mënyrë paradoksale, flamuri i UÇK-s vjen protestë. Se qa lidhe ka protesta e Shqipërisë me flamurin e UÇK-s, vetëm ata e di. Protesta nuk ka lidhje me UÇK. UÇK-ja është UÇK, një ushtri çlirimtare e Kosovës, si s'ka birë nënë ti dali kundra. Dakor? Ata heroj që kanë luftuar aty. Kanë derë gjak. Shumë nga ta i kam njohë vlla. Nuk du t'i futem kësa historie. Dhe nuk ka zot nëne në 2 kom tokës që mund t'a njollosi ushtri çlirimtar të Kosovës. Por, ta përdor flamurin e UÇK-s në protestë Tiranës është mëkat. Unë
paktën kështu e shoh. Kështu e kam parë që ditën e parë dhe ja u kam thënë. Po s'mundin ndalosh njerëzit që të vinë me simbole të caktuara në protestë. I ndaloj, pra ne grupi organizator i ndalon. Patjetër i ndalon. Nuk ka pse duhet të vish ti. Po merr konotacion tjetër ajo, që protesta është kundër UÇK-s më pas. Pun ka UÇK-ja. Më fal. UÇK-ja kam bërë luftën, kam marrë luftën, ka të gjithë të drejtën e Zotit në Kosovë ajo të dëdoj. Por, unë nuk e di se ka. UÇK-ja ka ngritur UÇK dhe është fut në UÇK në zgjedhjet të Kosovës. Nuk e di këtë. Unë nuk di se dilke në protestë të Tiranës dhe përdor UÇK-n. Për çfarë përdor? Ma thoni vetëm kaq, për çfarë përdor? Kush është simbolika që e përdor ti? Se e përdorin edhe folësit. Del ai edhe vërtet UÇK me mikrofon se aty flasin tek pa marrë gjitha, këto kush mundet. Jo kush mundet, por këtë duan ata. Por problemi është ai del UÇK dhe bërtasin gjithë UÇK se është masive, e kupton, rutinë. Po nuk ka lidhje. Nuk ka nevojë ti të përdorësh UÇK-n dhe të japësh armë atij tjetrit për të sulmuar ty. Por çfarë duhet? Çfarë do bie sjell? Mirë po, qoftë ti si grup organizator e lejon këtë, patjetër i ke dhënë armë tjetrit të godasin. Kjo është e thjeshtë. Prandaj thash që nisi protestë pa një grup organizator. Pra, askush s'ma përgjegjësi. Se çfarë ndodh? Dhe nën rrogoz luftojnë gjithë. Kjo është e keqja asaj. Prandaj dhe ai tash çfarë bën goditje. Ke qenë, s'ke qenë. Dhe duke u godit këtë, ke qenë, s'ke qenë. Ushtari UÇK-s, ai s'poston vëmendje nga protesta. E fillon me individ. E kthen pra nga një protestë, duhet merresh me protestën, merret me individin. Ke qenë ti, s'ke qenë UÇK. Sepse është ai simboli pra që del aty. Prandaj jep të drejtë ti ta thotë këtë llaf.